Konfirmohet se Wesley Clark, ish komandanti i NATO-s, do të jetë dëshmitar i mbrojtjes në gjyqin e ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Ish-gjenerali amerikan Wesley Clark, i cili udhëhoqi NATO gjatë luftës në Kosovë, është konfirmuar zyrtarisht si dëshmitar i mbrojtjes në gjykimin ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag. Ai ka drejtuar fushatën 78 ditore të bombardimeve të NATO-s kundër forcave serbe që kryenin gjenocid ndaj shqiptarëve, duke luajtur një rol kyç në largimin e regjimit të Beogradit nga Kosova. Për këtë arsye, dëshmia e tij konsiderohet mjaft e rëndësishme dhe pritet të sfidojë fuqishëm akuzat e prokurorisë së Hagës për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Ekspertët e mbrojtjes theksojnë se nëse UÇK-ja do të cilësohej si organizatë kriminale, atëherë edhe NATO, e cila bashkëpunoi ngushtë me të gjitha operacionet ushtarake, do të duhej të akuzohej me të njëjtin krem. Clark pritet të shpjegojë para gjykatës se UÇK-ja ishte partner i NATO-s në një luftë të drejtë për çlirim kombëtar. Ish-komandanti amerikan është dëshmitari i 5 i mbrojtjes që paraqitet në këtë gjyq. Para tij kanë dëshmuar ish-ndihmës sekretari amerikan i shtetit gjatë luftës James Rubin, këshilltari i delegacionit të Kosovës në Rambuje Paul Williams, ish-këshilltari Clark John Duncan dhe zëvendës kryeadministratori i Kosovës në periudhën 1999-2001 Gjok Kovej. Dëshmitarët e mbrojtjes do të vazhdojnë të dëgjohen deri nga mesi i nëntorit, me mundësi që kjo periudhë të zgjatet deri në fund të muajit. Pas përfundimit të dëshmimeve, palët do të kenë afat deri në dhjetor për të dorëzuar fjalët përfundimtare me shkrim, ndërsa vendimi final i panelit të gjyqtarëve pritet në fillim të vitit të ardhshëm. Që nga 5 nëntori i vitit 2020 në paraburgimin e Hagës ndodhen 4 ish-krerë të UÇK-s: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi.